partije politike, është fituar ekonomike dhe prosperitetin e qytetarëve tonë. Ne për qenë me njeri tjetrin, për të ndihmuar njeri tjetrin, për bashkarisht, do të sjellim ndryshimin e këtij vendi, shtetit tonë. Është koha që të bashkohemi vetëm gjersa NATO-ja dhe Bashkimi Evropian do të jenë prioritetet tona. Përdorën mundësinë politike dhe kryen obligimin qytetar për këtë fitore të madhe e të përbashkët gjithë neve.